Në ditën e shenjtë të kremtimit të Pashkës, kryedemokrati Sali Berisha zgjodhi të përcjell mesazhe politike. Ai uroi besimtarët, ndërsa tha se përpjekja për asgjësimin e opozitës mori fund. Leturojmë nga zemra që Pashkën tjetër ta kremtojmë siç ne do zemra dhe pa antikrishtin në trojet tona. Nga Kisha Ortodokse e Kavajës, lideri i PD-s i premtoi komuniteteve fetare se nëse vjen në pushtet, do të rrisë mbështetjen financiare. Një për ju dhe një për fitoren e 11 majit, do të dyfishojmë fondin që kemi për komunitetet fetare. Fondin buxhetor, ne patëm vendosur në atë kohë në buxhet një fond për komunitetet fetare dhe këtë fond e ndalin vetë. Pronat e komuniteteve fetare janë viktimat e para. Ato, do të thënë, i kanë plaçkit, i kanë grabit, por ne do u qëndrojmë, ju garantoj 100% me vendosmërinë më të madhe. Berisha kujtoi edhe kryepeshkopin Anastasia Nullatos dhe kontributin e tij për të rikthyer besimin fetar në Shqipërinë që sapo kishte dalë nga diktatura komuniste.